Mirë se erdhët Luan të dashur në letrat rrëfenj. Jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Të dashur Luan, në rendin e parë kam ndarë për punë, ekonomi, karrierë, çfarë do shka të bëj me stabilitetin ekonomik. Radha e dytë është për dashuri, por dhe këto i kam ndarë në ata që janë në lidhje, beqarë dhe ata që duan ribashkim. Të dashuruan, kjo është një nga ato shtrirje që flet për bollëk, arritje dhe dëshira që mund të realizohen. Por njëkohësisht që kujton se jo çdo gjë që shkëlqen është domosdoshmërisht e shëndetshme. Këtu shohim energji shumë të forta, energji njerëzit që duan më shumë nga jeta, që kanë ambicie, që nuk kënaqen me pak, por shohim edhe paralajmërime për të mos u lënë verbërisht pas asaj që dëshironi Luan. Aqë shumë sa të harroni çfarë ju bën vërtet mirë. Duket sikur po hyni në një periudhë ku mund të arrini shumë gjëra, por do t'ju duhet të bëni dallimin mes asaj që ju josh dhe asaj që ju ndihmon të rriteni. Puna dhe karriera. Mbreti i monedhës. Gjithçka fillon me mbretin e monedhës. Dhe sinqerisht, kjo është një nga letrat më të mira që mund të dalë për punën, financat. Kjo është letra e stabilitetit. E suksesit që nuk vjen nga fati, por absolutisht nga puna juaj. E një njeriu që ndërton diçka të qëndrueshme dhe nuk varet nga rastësia. Shumë Luan duket sikur po hyjnë në një periudhë ku fillojnë të mendojnë më seriozisht për sigurinë e tyre financiare. Jo vetëm si të fitojnë para, por si t'i ruajnë, si të investojnë, si të krijojnë diçka që zgjat. Për disa mund të jetë një ngritje profesionale, për disa një biznes. Për disa mund të jetë një mundësi që ju jep më shumë kontroll mbi jetën tuaj, Luan. Kjo letër thotë, mos mendo vetëm për muajin tjetër, mendo për vitin tjetër. Vazhdojmë me letrën e dytë që është perandoresha. Dhe këtu shohim rritje. Gjërat që prekni kanë potencial të zhvillohen. Projektet mund të zgjerohen, idetë mund të japin frute. Mund të ketë kreativitet, bashkëpunime të mira dhe mundësi për të krijuar Luan diçka që më vonë kthehet në fitim. Kjo është, perandoresha është një energji e bollëkut. Por, bollëku nuk vjen vetëm në para. Vjen edhe në mundësi, kontakte, njerëz të duhur, në kohën e duhur. Prandaj, mos e nënvlerësoni, Luan, asnjë mundësi që ofrohet këtë periudhë. Nën të kupës, dhe sikur të mos mjaftonte dy letrat e para, ta them kështu, vjen nën të kupës. Kjo një si letra e dëshirave të realizuara. Tregon kënaqësi, rezultate, ndjenjën se më në fund po merrni diçka që e keni pritur Luan. Por ka edhe një paralajmërim të vogël. Mos u bëni aq të kënaqur me një sukses sa të ndaloni së ecuri. Pra, jo të ndaloni. Sepse disa Luan mund të arrijnë një objektiv dhe të mendojnë, tani mbaroj. Jo. Kjo është vetëm një ndalesë e bukur gjatë rrugës apo një sukses gjatë rrugës, jo fundi i saj. Në përgjithësi, puna dhe karriera dhe ekonomia duken ndër më të fortat që kemi patur në fakt deri në këto lexime tani e juaja të dashur Luan. Dashuria. Për ata që janë në lidhje, 4 shkupive është një letër shumë e bukur. Vetë pasqyrimi i saj tregon. Është energjia e stabilitetit, e festimeve, e planeve për të ardhmen. Duket sikur shumë çifte po hyjnë në një periudhë ku fillojnë të mendojnë më seriozisht për lidhjen. Fejesë, bashkëjetesë, plane për shtëpi ose thjesht një ndjenjë më të fortë sigurie. Kjo letër tregon se marrëdhënia mund të kalojë në një nivel më të qëndrueshëm. Është energjia e dy njerëzve që nuk mendojnë më vetëm për sot, por mendojnë dhe për nesër, absolutisht. Për beqarët, na del djalli fatkeqësisht për fjalën, por para se trembeni, kjo nuk është domosdoshmërisht letër negative, por është letër e tundimeve në këtë shtrirje, e pasionit, e tërheqjes së fortë. Mund të shfaqet dikush që ju tërheq jashtëzakonisht shumë.
Dikush që ju bën të harroni logjikën, kujdes luani. Dikush që ju bën të thoni, e di që nuk duhet, por nuk në atë kuptim. Dhe pikrisht ai, por, ta them kështu, është problemi. Ke letër kërkon të dalloni mes pasionit dhe dashurisë, sepse nuk janë gjithmonë e njëjta gjë. Disa histori fillojnë në zjarr, por jo çdo zjarr ngroh. Disa dhe djegin, dhe këtë duhet të patur kujdes. Për gjithë ata që duan një ribashkim, është del faqja e shkopave, po shkopive. Kjo është letra e lajmeve, mesazheve, komunikimit, një energji e re. Duket sikur mund të ketë një kontakt, një bisedë, një hap të vogël, por jo domosdoshmërisht me një rikthim të plot. Kjo flet për mundësi, për derë të hapur, për kuriozitet, për dikë që ende po mendon. Prandaj mos e shihni si fund, por as mos e merrni si premtim. Shihni çfarë veprimesh vijnë pas këtyre fjalëve, të dashur Luan. Kjo është pra një shtrije që flet për suksese dhe përmbushje, por edhe për përgjegjësinë që vjen bashkë me to, të dashur Luan. Në punë dhe ekonomi keni potencial të madh për rritje. Mbreti monedhës sjell stabilitet, Perëndoresha sjell zhvillim, nëntë të kupës sjell rezultate. Në dashuri shohim dy energji krejt të ndryshme. Krahët e shkopit të sjell siguri dhe ndërtim, djalli sjell pasion dhe tundim, faqja e shkopave sjell lëvizje dhe lajme. Ju po hyni në një periudhë ku mund të merrni shumë nga ajo që keni kërkuar, por mos lejoni që emocionet e momentit ju bëjnë të humbisni atë që mund të zgjasë një jetë. Zgjidhni me mençuri, të dashur Luan, sepse potenciali për sukses dhe lumturi është aty. Dhe kur Luani ecën me zemër dhe me mendje në të njëjtin drejtim, bëheni pothuajse të pandalshëm, të dashur.